Për momentin, Edi Rama i shkryu një diapazon, një hapësirë. Nuk besoj se do të marrë në këto moment në ngratën nëse ai do të ulet një tryezë gjithëpërfshirëse, ndryshe në ngrata shumë pak. Ju besoj e pat që ai tha do shkojnë në Davos, ne konservatorët dhe disa tjerë punuam ta bllokonim. E ndruan mesazhin apo jo? Kujtohet? Do numrin e telefonit që e ktheve. Hajt po ta jap edo. 068 20 36 557. Është numri im. Është numri që ktheu përgjigjen. Po për sa i përket pjesës së Davosit, duke patë ai si një mesazh që ai zgjodhi vajzën e Trump të firmosë kontratën për sa i përket. Edi Rama mund të zgjedhë mretnesha dhe princesha, se e ka dhe gruan nga zona ime ku unë jam nip, sa të dojnë në Shqipëni. Jashtë kufive, deri tani nuk më rezulton që ka patur të dashur. Thonë për një gjermane, po nuk është e vërtet në djenin tonë. Po për sa i përket ftesës së Trump për në bordin e paqes, nuk është një konfirmim që Shtetet e Bashkuara nuk e kanë shpallur non grata, si e shikoni? Unë e thash që nuk është për non grata, po është në prag të non gratës dhe është shumë pak non grata. Po çfarë nuk kupton kjo që do e mbyllë? Kjo nuk kupton që ai duhet të bindë presidentin e Republikës të jap dorëheqjen, se është në hetim, në SPAK, të jap dorëheqjen zëvendës kryeministra. Nuk e di për Niko Peleshin akoma është i pandehur apo jo, po është në atë rrugë dhe i hapet rruga Ramës për të shkuar në presidencë të qetësohet. Në rast të kundërt, e përsëris ka ndodhur keqardhje, Ilir Meta kur sot, Erion Velia kur sot, deklaratat e mia janë të njohura botërisht. Të dy i kam paralajmëruar që të shkojnë edhe me orar, bile se kemi vendosur të orar, jo Erionit, Ilirit, në seancë plenare. 72 orë ketë jap dorëheqjen shpëton. Ndryshe, kur parashikoni të ndodhë kjo, do e mbyll dhe këtë mandat 4 vjeçar se ka dhe 3 vite? Edhe një herë, unë nuk jam Nostradamus që të them tani që Donald Trump ka dhe 3 vite. Nëse Edi Rama i shpëton darës, që po themu tani është në darë Edi Rama, Donald Trump edhe 1 vit e gjysmë, po ta shty, Edi Ramën e keni këtu derisa të jetë gjallë, se vinë demokratët në shtëpinë e bardhë dhe aty pastaj me demokratët me fondacionin Soros. Rama ka 77 deputet Sorosit. Kështu që i ka dhe opozita, se s'du të ndaj këtë. 31 ka dhe opozita, e pati ju si firmosën për avokatin e popullit. Pra, ka problem. Më pas të tërhoqën, më pas tanë që ishte një gabim. Edhe një herë, nëse unë vras dikë, mund të them falë sa dush, por nuk e di ma të falë Zoti lartë. Se robi, me qenë se jemi mes Tiranës, po futëm pak në dialekt. Robi edhe të falë. Të falë se... Po kush falë, ai që është gjallë, po ai vdekuri. Në këto kushte, nuk ka zgjidhje tjetër, Rama. Ka vetëm një zgjidhje dhe vetëm një. Ore le ti përjashtoj konservatorët, se s'du me marrë pushtet. Edhe unë edhe grupi akademik që kam, nuk dum. Pas mundet do të majmë parlament me 200 tani të lutem shumë. Të lutem shumë, s'mund të majmë. Me kriminal në parlament, me njerëz të financuar nga krimi organizuar.